ai du të lëgë direkt para senjeve të vjetë. Ka kuqit që i ku Macedon, i 5 për rrimën, ata pagujnë ka 2.000 dinar, 3.000 dinar. Ti, pa qenë prezent fare, 27.000 denar. 47. Po më shqit tu Macedonas, 2.000 denar tu qenë prezent. Po. Pasi Me Jusufi ka shku dhe i ka bajlera, pyt. po. Ata e shfrytëzojnë dhe i marrin vetëm 2.000 denar pagesën, flet pagesë për të bërë në fund. Ndërsa ti pa qenë prezent fare, edhe nuk është shtëpia jote e banimit, plus ke solar 27.000 denar. Në gjë, ma Jo shumë. 27.000, 15.000, 9.000, 8.000, faturat ati i vazhdojnë, t'i vinë me shifrat larta. As ditën, as natën. Jemi tek familja Gjaferi, Jusuf Gjaferi, këtu në fshatin Mralin, në Shkup, ku ai është mërgjimtar dhe vetëm para 3 ditëve ka ardhur nga mërgjimi. Pa qenë asnjë ditë në shtëpi, muajin e dytë i ka ardhur rryma nga EVN 27.896 denar. Pa qenë asnjë ditë shtëpi. Hiq. Në muajin e tretë i ka ardhur rryma 15.000 denar. Edhe 27.000 që i ke pas, që nuk e ke paguaj pasi s'ka qenë prezent, është bërë 42.898 denar bashku rryma. E pastaj në muajin e 4, 8.000 denar, 8.308 denar pasi e ka bërë pagesën online, dhe në muajin e 5, 9.080 denar. A i ka ardhur vetëm para 4 ditëve nga mërgjimi, edhe këto 4 ditë kur vjen në këtë vend, në cili nuk jeton, po thjesht e ka si një shtëpis të vogël, sa i është nga Gostivari dhe atje jeton, ka solar. Po, kitë me solar. Jusuf Gjaferi pyet kush i ka këto çmimet e vënës, kush shkon rryma e këtij. Edhe më pas ka shku e ka bërë një pagesë tek EVN-ja dhe ka kërkuar që t'i japi një llogari se si mundet që t'i vinë këto çmime për rrymën. Para 1 muaji e gjysë ka bërë këtë pagesë dhe ka kërkuar nga EVN-ja të vinë të shohin orën e rrymës se pse i vinë këto çmime 27.000 denar kur ai nuk është fare prezent, e pastaj 9.000 denare, 15.000 denare. Vetëm para 4 ditëve ka ardhur nga mërgjimi. EVN-ja, a nuk ka bërë një vjedhje klasike në rastin tënd? Po. Krahasuar me Zvicrën si ta e? A besoni që atje paguj vetëm 150 franga paguj? Për 3 katë? Jo, për një katë. A për jo një katë? Si qëllim ata pagujnë veç? Po. Si mas harxhimeve? Po. Unë 150 paguj atje. Kom nxemjen, kom rrimat, kom aparaturë tjera që i duhet. Faleminderit, presim përgjigje nga EVN.